Përshëndetje nga Shkolla Udha Shkronjave. Unë jam Artur Shkurti. Në këtë regjistrim do t'ju lexoj Lahutën e Malësisë, këngën e 10, Mehmet Ali Pasha. Mehmet Ali Pasha, por e hteli i vilajetit, kusha krye e baraktar, kush abeg e shpje par, m'kaçanik e del m'qaft djelit, hiq e janë Gjakov, pse ka ardh një pashiri, e ka i fjalë të madhe fort, me u than krenve të Shqipnis, te konaku i Abdullah Drenit. Shkuen 3 dit e shkuen 3 net, edhe krenët bahen Gjakov, njani beg e tjetri ag, kush vojvod, kush bajraktar, u kam prinja 40.000, Ali Pasha e Haxhi Zeka, bura lidh me bes shqiptare, si 2 plume xheverdare, fill te Pasha edhe kan hi. Ata miri ka prit Pasha, Pasha Mehmet Ali Pasha, u ka qit duhan e kafe, i ka pvet për robe shpi, e për treg, e për bulqi, për mehmur, e veqilade, se si shkohen këtë dhe jeta, se apo kisht me se murmnue, që atje vonë, po zen e u thot. Baba mret u ban selam, se ai jue u kalule m'saksi, se ai jue u ka po hajmali bajtun në msjetull, u ruen por si syn në vetull, veç se erdhen motet vështira, si për mbret ashtu për krajla. Ele ma qaj knjaz Nikola, nuk po i shef kund maj e vedit. Ke ka ngel në krepat setinës, pip ilmuet pa gja mas shpirtit, me ju dhimt gurit e drunit. Prandej, krajlat janë mendue e kanë pleshnue, me ju lut mretit Stambollës që t'ja lshojnë kund ka Shqipnia, ndoj grim djerë, ndoj plam tok buke, sa me pas ku me gjellisun. Pse valaj ngush kara, edhe mreti jurit t'jeta e ka ba me ment pleshni, me jalshu e malitzi, hot e grud plav e kuci. Pasha Zotin ka gabue, zu Ali Pasha tue u hidhnue. Se kjo pun që zbahet kur, se gja e shkret s'ka me të Shqipnia, që me u dhan bakshish ndër krajla. Shqipnin mbreti se ka shtrue me armë dorë si viset tjera. Tjerat viset Balkanit, por ortak u ba a i mene. Tuj u lidh me bes e fe. Se ai Shqipnin e njef Shqipni, se s'na lot kanun e të parve, se s'na prek nder doke tona, e se na ati i shkojmë në ushtri, kur do luft t'i qesan miku. Na edhe besën ja kem majtun ku ka than na i kemi shkue, se njemen na kem luftue, me Yunan na jemi pre, jemi gri me armene shkje. Pa një të mirë o Zot për veti, se këtu s'ke kur gja për smari, vendi e gjindja lëshu e pa Zot, hajni e cubi ndejp mbi post, i pa faj vjerm konop, gjaja hup nder thojt murtatit, erzi i burit për 2 pare, kryet e burit pri cigare, e sot dasht ka baba mret, me Shqipni me bam ajnder. Thuaj shport fish kjo ka qëllue, ani kuj? Malit zi. A din shka ti Pasha i mretit?
Ngarkorraqet për Stamboll, se ky po është një vend i egër e po të njihet kunde i ferë. Sa për caqet të Shqipnisë, këto ka herë kanë kënë vendue, i kanë ngull shpata shqiptarit, e një i kjazi i malit zi s'ka me shkull mor pasha zotin, me ju ba dhambi saderit. Qka qitë pasha edhe i ka thanë, se ti kenke i Arnautit shmendun, dalun dinit edhe i manit, pse kështu turku bre nuk flet, ani kush ortak me mbretin, do Koçak, do Cubamalit, për të vjerë të gjithë në konop, haps bre, derat këtu me i ba. Pse mos t'isht mbreti Stambollës djeli dritë s'kishte me lëshue, e as merë frym krajl për mbi dhe. Jo ma ortak mbreti me u ba, me malok Cuba shqiptar. S'ka shqiptar, as s'ka Shqipni, veç ka Allah mbrete Turki. Vrik ka hi qa ushi zaptijeve, e i ka resh burat për para, si bariu që resh baktin, kur prej mramjet dreth ka shpia, edhe në burë ku lidhet kali, i ka ndry krenet e Shqipnis. Punë e keqe pasha bukun, sasht për bura hapsi as shkopi, për ta shpata as ekonopi, por se shka se puna e keqe ajo vjen po tuj ushtue, nis qurel e bahet prue, prandaj pasha ka gabue, haps me i ba krenet e Shqipnis. Përse toka nuk pat plasun që me qit vedit mbi dhe, e kurkush mos me ura mbrapa, por kanë gjind e kanë robni, por kanë fis e kanë vlazni, e ata gjind e i fisi tyne thonë si jabarin të keqen kuej. Kështu që Mehmet Pasha ka me ra, thonë një dit ngusht, ka me kap a i kryet ngrusht, për shkabani më krend Shqipnis. Pse të bjerë ngusht një pashi mbretit, ka ndoj send e s'ka ndoj send, veç unë drue për Abdullah Drenin, që tu e mbajt ashtë gjarpnin gji, që se i ka vojt pasha për mik, mbren tu e mbren tu e zbardh, tu ju këndel në buk të ti, dreke dar ka një ferlik, cile a zemër ka i misnik, gjak e vjam, derm kupt gjunit, buk shqiptarit mbas kanunit. Unë po drue se Abdullah Drenit në për atë mik që i man të shpia, mund në i bi ndoj pune keqe. Përse bes, unë s'mund të za, se nuk lot Shqipnia e epër, se s'po lot Shqipnia e epër për me i pështue ata krenet e vetë, për me ba që aj pasha i mretit fort të bindet prej vetë vetit për shkabani më krenë Shqipnis. Po shka se Abdullah Dreni vështirë se len me mjash krye kushmikun. A i Gjakovas nuk ban mare, pse edhe ka bushkën zanat. Prande i thonë se nuk do të ngjas e në Gjakov rep do të kërsas, pse halis ju dha kushtrimi, më kaçanik e del më qaft djelit, çmer presharit më buletin, me ratur më pazar Gjakovës, tym për shpi ka i bur me armë. E të ka ra pej e Kosovë, e të kalshue reke Rogov, kalshue Gash, kalshue Krasniqe, ashtë dyn plava me kusi, e të kanë dalë ma të fush Gjakovës, por si miza për kërcune. Ani sham s'largut anë miku, se kur bashk e zbahen shqiptarët. Preki i herë ti më tokë të parve, preki i herë ti mers të fisit, edhe ty kanë me diftue se si din këta me u bashkue, se si bin këta më shpin të anë mikut, thue ajo lave kaçanikut. Kur në shndre, ta foroj zia që edhe Pasha Mehmet Pasha
pat menduen Stamboll me veti se shqiptarët ngodi s'mund të binë. Por se tash që a i vetë tu e pa, se sa behi pika e djalit, ma ato ranzat e Gjakovës, ja ka vu po gishtin kres e ka nis a i me u pendue. Për Shkabani më krend Shqipnis. Val, po i thot Abdullah Drenit, shka ka ra sot gjithë ky njeri? A janë krushq, ardhën për nuse? A janë axhamit e mbretit që po shkojnë me u vesh një zamë? Tun gjatë jetat, po i thot Duli, as janë krushq, ardhën për nuse, as janë axhamit e mbretit që po shkojnë me u vesh një zamë. Por janë djelmë të Shqipnisej për që kanë ardhë me folë me ty, për do krenë që të kanë pas nisun e që këthyë su kanë të shpia. Ashtu vra pasha kur kanë dije se ati mendja s'ja pat pre që në Shqipni ashtë njeri pështjelet për tram brapa punëve të veta. Shka i tha atër qa ushit zaptive, shpejt me lëshu e krenet e Shqipnis, përse fali pas kambreti, edhe krenet kanë dalë prej burgut. E pa lyp më pashën me upjek, fil kanë vojt ma të fush Gjakovës, ku kanë mbledh halin kuvend, e kanë ist bisedojnë, si t'ja bajmë e tek t'ja bajmë, se ne mbreti na ka shitun malëzi për një rotull gurabi. E ky pasha, Mehmet Pasha, ky edhe ardhka prej Stambollet, për me ju dhanun knjazit dorë, m'hot e m'grut m'plave m'kuzi, të tanë halia thot një fjalë. Se Shqipnin se lëshojmë për gjallë, se na desim gjithë si jemi, e ndor knjazit nuk i vemi, se edhe pashën e Stambollës këtu e duhem me jabana gjyshin, ta marvesh krajle dhe mbret, se Shqipnin kush s'na e përket. Haxhi Zeka atëhera shque, ka marrë fjallën të kuvendoj. Derë në za a shpje Drenit, ku ham buk i verb të shkept, edhe trim ashtë Abdullah Begu. Mira shlajmin thome ja que, ana lëshon pashën dorë gjallë, aja lyp Shqipnis për mik, buri urt kjo Haxhi Zeka, buri urt e flet arsye, pse miku si pritet kuaj, ndash shqiptar, ndash njeri huaj, pa e ba dert ke i zoti i shpis. Ka shku e lajmi ndert Begut, e i ka than Abdullah Begut. Ti që je Abdullah Begu, fal me shnet po të qon halia, njat murtat që kete shpia, a thu e ban ndor me nalshue, përse kemi një gjysh me te. Ka qit Begu edhe i ka than, se ash murtat, se sash murtat, ka ta dje këtë puni mjeri, pse vallahi pyet se kam, këtë zanat s'ma kalan baba, me i pyet miqt unë se shka janë, se shka janë e shka nuk janë, se ka vin e se ka shkojnë, shka punojnë e sa rogojnë. Veç po i pun baba më kam sue, miq për gjallë unë mos me lëshue, po të më lyp halia muë, gjithë ku e kam unë gjanë e babës, po i lëshoj me male vri, po i lëshoj të eger e të but, po i lëshoj tokën me gjithë shpi, po i lëshoj plemet me të gji, po i lëshoj vathën me bakti, dhen e dhi unë po ja fali, erz e shpirt e mik si fali. Ashtë që e lajmi edhe ka shkuar. Begun kull mirash ngujue, me miqt vet e 50 fant, dzot me brejt hekur me dham. Mjaft me than qaj o Shinuros, që po i kisht po një 3 zemra, e po e kisht synin rëfe, që s'la pash me thye kanunin, që s'la beg me fik katundin, nuk la ag me ba plaq grunin, fa val, qka than hoq Korenica? Pani gjo ti o Shinuros, ti që e fand e haku vend, edhe din si hec kanuni. A mi thua ti Abdullah Drenit, let në lëshoj pashën e mbretit, let në lëshoj Mehmet Murtatin, pse për mik hasmin e vendit nuk e zend kanuja maleve.
O shinuros mat frangi, se manat Hoxhefendi mua këtu begus më ka pru, me prit peng me dakanu, masi as dokes po ish në Shqipni me lyp miku me pleshni, por me push barotëzi, veç se shka si më duket mua për shqiptarët ku në gjas nuk ka, mikun shoqit me janga, pse fal njeri tat e vlla, fal të shame e fal të rame, por jo mikun buken kryp, se ban mikun mish me kraba, si se ban as dulodreni, që bjen zjern, e që bjen uj, edhe mikun si a falkuj, si ta shhuta të difton, edhe huta ban i ban. Lume për të madhin Zot, kur ka kris kjo huta e oshit se çka ushtu e suka e qabratit, se qash dridh qaj gramoleci, se edhe lufta qash ndes zhari, me shqiptar të uvra shqiptari. Shqiptarët po të uvram njët veti, për një pash që qua kam reti. Atë Zoti ma e maroft, përse i huaj kushdo që kjoft, a i gjithmon a auguri zi, për të mjerën moj Shqipni, si njaj korbi që ndjelzi. A shej herë sa e zez një prov, ashtu resh sot mi Gjakov, në përshkakt një njerit huaj, që veç dam se i të mirë susu kuaj. Kesh në për të shqiptarët nga true, me shoshoshn këta me armë kanë lëshue, a i ta vras pashën e mbretit, ky ta pshtoj pashën e mbretit. Njani thot më karamik, tjetri thot e kam anmik, edhe thejnë për terra daket, si tin poqa e kunguj vraket. Si mo Zot ma kesh për ne, që në vend lidhim bes e fe, me uvra na me turk e shkja, jeta dhe që na kanë tha, qohna e vritna vla me vla. Keq ash mikun mja prekuaj, keq ash lajmin mja nga kuaj, s'bje rfa e lajmi as gjob nuk lan, por ma keq ash me vra vlan. Prande keq a si e amazi, kështu shqiptarë sot me u përzi, e me u gri këta ndërmjet veti, për një pash që që kam breti, për një pash për njerit huaj, që veç dam se i të mirë sul kuaj. Pse edhe besa, ashtë ba shumë gjak, kanë me gjindja në për sokak e mbi qardak, mjaft me thanë se ajo o shinuros në për ato frangjiat kullës, 100 vet po me të njehun me dord vet i bani dekun. Për të pështu e mjetën një haldupit, ndoshta rod ma gjupit. Plot 3 dit e raf shtrinet, krisi pushkan për qytet. Derë që smramit kulla u muar, e u vra pasha, mshil në kjuar. Sa për pashën, drejt po u tham, kur një grim unë derë s'po kam dert, as po më vjen e fështir, tin ken 2 edhe fort ma mirë. Veç unë kjaj Abdullah Drenin, Shaqir Curin, Ram Rustemin, edhe kjaj Oshin e Nuros, që për mik e shkrin e vedin, si zanat që ka Shqipnia. Atëher tok ash mbledh halia, edhe fjal mbretit ka quë. Pa një gjoti lalamret, shka po thot halia Kosovës, se ta qojsh ndoj pash Shqipni, për t'ja dredh lakun bakeqit, për t'ja shtruem udhën shtektarit, a për t'qil kishe gjami, për dintar e kryqeli, ani shka mundesh me quë, pse e në dorës t'kemi dalun, por sa për me da Shqipnin e Nikolës mija quë përshesh, pasha Zotin lalamret, nuk e pse qonë pash këtë dhe, pse ta vrasim pa 2 fjalë, si t'kem vra me metalin. Lajmi zvritet të kanuja, por na ty nuk kem ku t'marim, do t'vrasim veqilat tue, po vundor këta me nashit, a bakshish me na dhanë t'ueve. Kur ka vojt, fjala ndër krajla, se shka ban shqiptarën Gjakov, po këkom kanë thanë val qkenka val këkom shqiptar, që i grush njerës dvobek t'u e kem, far as pis cilve su dihet, e as emni në ndije su a kemi, guzojnë të thejnë fjallën e krajleve, edhe atë të mbretit Stambolës.
Lahuta Malësis, kënga 10, Mehmet Ali Pasha. Sot në 30 nëntor, Shkolla Udhë e Shkronjave.